Rritja e çmimit të energjisë elektrike nxorri në protestë qindra qytetarë në Prishtinë. Me thirrjen asnjë cent më shumë, qytetarët marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek zyra rregullatorit të energjisë që të premten miratoi tarifa të reja që rrisin çmimin e energjisë për rreth 16%. Është mirë që ta mos ta merrja të dëmshëm. Ta anuloni, sepse ne qytetarët nuk kemi me mujt me jetu normalisht. Ndërsa faturimi me çmime të reja pritet të nisin nga 1 maji, qytetarët thonë se shtrejtimi i rrymës u arëndon jetesën në një kohë kur, siç thonë ata, janë rritur të gjitha çmimet. Po shtrajt është, për standardin tonë është ma shtrajt se sa të gjitha shtetet, po flasë për Balkanin, mos të trasomi me Evropën. Ta shkaron 300, ne kom reduku edhe në zemjën edhe me antarë edhe me vit vogël me brun 200. Kjo është katastrofë. Prej vitit kalum, këtë vetë për gjysma tepër e kemi reduktu rrymën. Shkaku shumë shtrajt. Kjo është jashtë normale. Varfrohemi, sepse kjo është kanë zinxhir. Nuk është puna për qëto 15% çmimit rrymës, po kjo është kanë zinxhir, pastaj gjitha çmimet veç kanë fillu mi ngrit. Rryma është e shtrajt, po mu po mbrengos fakti që shumë pak njerëz kanë dalë me protestuar kundër këtij shtrajtimi. Do me thonë vetë dia qytetarët e na është hala e ulët, nuk e din që publi mundet me ndryshu edhe me shty senet pak më në to. Zyra e rregullatorit të energjisë e arsyetoi rritjen e çmimit të rrymës me nevojën për të mbuluar koston e lartë të importit të energjisë. Por kundër shtrejtimit të rrymës u deklaruan edhe përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës. Po dojnë me në ngritë çmimin e energjisë elektrike, kur Korporata Energjetike e Kosovës i publikoi çmimet edhe për vitin 2025 dhe 2026. Pra për 6 vite me radhë nuk është ngritur çmimi nga prodhuesi, e po ngritet nga ketësi. Në periudhat e ndryshme të vitit, kur qytetarët shpenzojnë me shumë rrymë, Kosova përballet me vështirësi të furnizimit të rregullt. Në fund të vitit e kaluar, Kosova u përball me krizë energjetike dhe furnizimi i rregullt i qytetarëve u varën nga importi. Kosova prodhon rreth 90% të energjisë elektrike nga termocentralet e vjetruara të Kekut në Obileq. Viteve të fundit janë bërë investime edhe në projekte të energjisë e ripërtëreshme, por sasia e energjisë që prodhojnë ato mbetet të jetë e ulët. Andaj importi, sidomos në stinën e dimrit, mbetet i pashmangshëm.